Nga Prishtina për në Gaza, Kosova e gatshme të dërgojë trupat e saj në një mision ndërkombëtar atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se FSK-ja do të jetë pjesë e forcës ndërkombëtare për Gazën. Kurti theksoi se FSK-ja shquhet ndërkombëtarisht sa i përket kërkim-shpëtimit dhe deminimit, prandaj janë të gatshëm të marrin pjesë atje. Kryeministri Kurti në një deklarim për media tha se edhe vetë populli i Kosovës në vitin 1999 ka qenë përfitues i forcave ndërkombëtare. Nga ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci si dhe nga komandanti Bashkim Jashari në mandatin e kaluar, nga unë është kërkuar leja për të shkuar në një konferencë në Doha të Katarit lidhur me forcën ndërkombëtare stabilizuese për Gazën. Siç e dini, ne kemi ndarë €gjysmë milioni për Gazën për ndihmë humanitare. Forca e Sigurisë së Kosovës për shkak të aftësive të shquara ndërkombëtarisht sa i përket kërkim-shpëtimit dhe deminimit dhe jo vetëm, atëherë jemi të gatshëm të marrim pjesë në këtë forcë stabilizuese ndërkombëtare. Kemi qenë përfitues edhe ne nga forca ndërkombëtare në vitin 1999 dhe më pas kemi dashur që të kontribuojmë edhe ne, ka thënë Kurti. Kurti shtoi po ashtu se kjo forcë stabilizuese ndërkombëtare do të ketë edhe një organizatë politike që janë duke u diskutuar elementet konkrete se si do të ecën përpara. Në takimin inaugurues të Bordit të Paqes në Washington, presidenti Vjosa Osmani bëri të ditur se Kosova është në mesin e 5 shteteve të para që janë zëtuar për dërgimin e trupave paqëruajtëse në kuadër të një force të përbashkët ndërkombëtare për sigurinë në Gaza.